Në një hap drejt modernizimit të sigurisë publike, qeveria shqiptare nisi zbatimin e projektit Smart City Albania, një nga investimet më të avancuara teknologjike në vend. Ky sistem integron kamera inteligjente dhe do të vendosë në qytete, rrugë, shkolla dhe mjedise të tjera publike, duke mundësuar monitorimin dhe kontroll të menjëhershëm nga policia e shtetit. Kryeministri Edi Rama deklaroi se projekti nuk është thjesht një rrjet kamerash, por një transformim i rrënjësor i kapaciteteve të policisë që do të shmangë çdo lëvizje të dyshimt dhe të mbrojë qytetarët. Nuk ka nevojë që dikush të filmoj me kamera një punonjës policie që nuk përmbush standardet e komunikimit të një nxënësi të klasës parë, sepse në kohë reale kamera e trupit e një polici që është duke debatuar me një qytetar sjell debatin në sallë operative. Bëhet e pamundur që kamerat të fiken dhe të ndizen sipas dëshirës, sepse një kamera e fikur sinjalizohet menjëherë në qendër. Kreu i qeverisë shtoi se rrjeti mbulon 20 bashki me problematikat e larta dhe do të bëjë të pamundur ikjen e makinave në drejtime të paditur, duke sjellë standarde të larta ndërkombëtare në menaxhimin e territorit. Ky projekt ndihmon të gjithë drejtuesit e ndershëm dhe të gjithë punonjësit e ndershëm policisë së shtetit dhe i ndihmon në radhë parë duke ju alarguar të gjitha hijet e tunduese të keqes. Kush do doj të shmanget syrit policisë së shtetit për të bërë keq, do duhet të mbulohet me ferexhe kur dalin rrugë. Përndryshe nuk ikën dot as sekundi. Nuk mund të ketë më makina që ikin në drejtime të paditura. Bëhet e pamundur, bëhet thjesht e pamundur, sepse syri për cilin fola ka një rrjet mbulimi që në 20 bashkit me problematikat, me popullsinë, me lëvizjet më domethënëse. Projekti mbështetet strategjikisht nga Emiratet e Bashkuara Arabe dhe pritet të përmirësojë rendin, sigurinë dhe besimin publik, duke ndihmuar drejtuesit dhe punonjësit e ndershëm të policisë dhe duke penguar veprimet kriminale.